Departamenti i Arteve në Shkodër në vitin e ri akademik ka mirëpritur brezin e ri të studentëve të arteve pamore dhe digjitale. Drejtuesi i Departamentit të Arteve Rubin Mandia u shpreh se shifrat e studentëve janë të konsoliduara me 10-15 studentë të rinj të regjistruar në vit, çka tregon një interes të qëndrueshëm për programet e ofruara dhe një bazë të qëndrueshme të komunitetit artistik në formim. Departamenti i Arteve ofron 2 programe studimi bachelor dhe master, respektivisht në fushën e arteve pamore, pikturë grafike dhe në fushën e muzikës për pedagogjinë muzikore, cilat secili prej këtyre pastaj ka dhe masterin përkatës. Shifrat e studentëve janë në vlera të konsolidume. Fillimi besoj ka hyrë tashmë në rrjedhën normale zhvillimi i vitit akademik. Kena rreth 15 studenta në programet bachelor për secilin program studimi dhe rreth 6-7 studenta në programet master për secilin program studimi. Shifra, siç e thash, është në një stabilitet me vitet e tjera. Luhatjet janë të papërfillshme. Nuk besoj se ka vend për të pas masivitet në arte, asnjëherë nuk ka pas masivitet, nuk ka kuptim të ketë më tepër. E rëndësishme për ne është cilësia e studentëve që vijnë, e cila është në nivele të kënaqshme, dhe pastaj metat për të pa puna që do bëhet gjatë viteve tyne të shkollimit edhe sidomos cilësia e diplomimit tyne. Kjo është objektivi jon kryesor, prekupacioni jon kryesor. Megjithatë, Mandia thekson se për zhvillimin maksimal të potencialit të studentëve duhet investime në pajisje teknologjike, veçanërisht për fuqizimin e lëndëve digjitale në art, një fushë që po zë vend gjithnjë më të rëndësishëm në formimin artistik bashkëkohor. Sigurisht metet punë për të bërë në investimin pikërisht kësaj që po flasim në pajisjeve teknologjike për zhvillimin dhe fuqizimin e lëndëve digjitale në arte, sepse kjo është një fushë e cila është realisht e kohës dhe është i qartë trendi që do ketë një përhapje, një avancim të vazhdueshëm në vitet në vijim. Këto zhvillime tregojnë se Departamenti i Arteve mbetet një qendër e rëndësishme formimi i krijues në Shkodër, ndërsa theksi tek investimet teknologjike shihet si një hap i domosdoshëm për të vijuar me ritmet e artit bashkëkohor.